Shumë musliman edhe muslimane besoj që e kanë lexuar Kur'anin në këtë Ramadan. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Tash vjen pyetja, a duhet me ba duan e hatmes apo nuk duhet me ba? A ka dua të hatmes apo s'ka dua të hatmes? Jo më një mone i bi ka gja trop edhe qartë, megjithatë kanë herë na shkojnë pak minuta, Allah na lehtësoft. E para, nuk ka dua të hatmes që është e njohën si duaja e hatmes, duhet me lexu që do. A ka? S'ka dua. Domthon ka dua që kanë shkruar njerëzit, e kanë thurë njerëzit, ama nuk ka dua që është përcjell pe Rasulit alayhi salam që kjo është duaja e hatmes. E qartë kjo? Nuk ka. Tjetra, a kanë bë musliman dua të hatmes? Edhe nëse kanë bë, çysh e kanë bë? Muslimanët e parë kanë bë dua të hatmes. Është përcjell pe njërit muslimanëve që kur e ka lexuar Kur'anin i ka mbledh familjen e tina edhe ka bë dua, edhe familja e tina i kanë thënë amin. Kjo është ajo që ja preferoj këtë muslimanëve. Nëse ti, vllavi jon, ose ti, nana jon, motra jon, e ke lexuar Kur'anin, atëherë mlidhni familja ju edhe lutni, edhe ti njëri lutet edhe të tjerë thonë amin, që kjo është më e mira. A duhet me çu në xhami me lexu imami në salah, to fal në salah me lexu, ka arab që e bajnë, nuk ka kur far argumenti, bile nuk i preferohet kërkojna, por shkak se ka mundësime të prish salah, por shkak se ke shtuni diçka që nuk është pjesë e namazit. E qartë? Domthon, to fal me ba duan hatmes, nuk ka kur far argumenti. Nëse dikush e çon duan hatmes në xhami, e lexon hoxha, le të lexon hoxha çatje. E jami është musliman, nuk ja kisha preferu as vllaut ton hoxhës me lexu, po as ty më dërgu atë letrën e më thon bamani dua të hatmes. Duaja musliman duhet me kanë prej zemrës, jo prej hoxhës, jo prej imamit. Duaja nuk kryen punë e kërkojna, duaja kryen punë e zemrës. Domethënë, ti e ke lexu Kur'anin, ti bane duan me familjen tane, lutu për vete, për musliman, për mbarësi gjithmonë, ama me dërgu, veç të dërgojtë një hoxha dhe japin një 20-30 euro me ban duan, kjo nuk është dua ma musliman, kjo është Allah na ruaj. Edhe pse nuk pa akuzoj kërkan, nëse dojnë, le të bajnë. E njeni ato temën, unë e tham gjithmonë që ato që kem argument me thanë, ajo që ajo preferoj për fund, me ba duan hatmes në shtëpiat ju, nëse doni me ba. A kem gjina nëse se bajmë? Jo, musliman, jo. S'ki gjina, a ke lexu Kur'anin? Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Lexu edhe një herë Kur'anin, ajo që ka një pe muslimanëve të mirë kanë lexu shumë Kur'an. Domethënë, jashtëzakonisht shumë. Me pakon diçka që gjithçysh e kanë bë, i shkon e njoft në shumë të muslimanët. Po është që na këto gjenerata që kanë ardhur tash te na, kanë herë po mundohemi mjaftof aty në të parëve, me na bojmë edhe bojmë. Allah na ruajtë, na ndihmojë gjithmonë.